Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi ditën e sotme në kanalin ton Historiete për të rrëfyer ngjarje, histori të ndryshme të shqiptarëve tanë. Historia që do të sjell tani është një histori shumë e dhimbshme. Bëhet fjalë për dy vajza binjake, të cilat fati i ka goditur që ato të rriten pa nënën e tyre biologjike. Por në jetë u ka ardhur njerëka. Njerëka jo gjithmonë është e mirë, është paqësore, është e dashur, ka dhe nga këto njerëka që fatkeqësisht nuk din ta kuptojnë që në qoftë se ty Zoti të sprovon që të rrisësh di fëmijë të cilët nuk e kanë nënën e tyre, dije që mund të jetë një dhuratë e bukur që Zoti t'i përgatitën të gjitha të mirat e tua në jetë. Dhe ndihma më e madhe e këtyre vajzave nuk është as njerëka dhe as babai, por është një person i tretë i cili i ka marrur në dorë dhe është kujdesur për to. Rrëfimi fillon kështu. Nëse fati do të kishte patur zë, ndoshta do të na kishte kërkuar falje. Sepse unë edhe motra ime binjake, në moshën vetëm 4 vjeçare, përjetuam atë që askush nuk mundet as ta paramendoj. Humbëm nënën tonë. Një boshllëk i madh u krijua në shpirtin ton të vogël atëherë. Një boshllëk që vetëm nëna mund ta mbushte, por ajo nuk ishte më pranë nesh. Babai ynë i mbetur vetëm me 2 vajza të vogla, u përball me një realitet shumë të ashpër. Njerëzit e fshatit, shoqëria e mbi të gjitha jeta ja imponuan që ai të rimartohej. Nuk kishte një rrugë tjetër. Kush do të kujdesej për 2 vajza të vogla? E kështu, ai zgjodhi të ndërtojë një jetë të re me një grua tjetër. Mbaj mend që fillimi ishte shumë i bukur, ndoshta sepse shpresa është gjithmonë e bukur. Por shumë shpejt, fytyra e vërtet e asaj gruaje u shfaq. Ajo nuk na deshti kur. Pavarësisht martesës së tyre, ne nuk u ritëm nën përkujdesjen e saj. Ishte halla ajo që mori rolin e nënës, të shoqes edhe të ëngjëllit ton mbrojtës. Jetonte në të njëjtin qytet, në të njëjtën zonë. Dhe çdo ditë vinte, na lante, na ushqente, na jepte përqafime që nuk i merrnim nga shtëpia jonë. Na mësonte të ecim, na mësonte të qeshim, të flasim me shpirt të pastër, dhe pse bota ishte shumë e padrejtë me ne. Por dhimbja nuk ndaloi aty. Njerëka me heshtjen e saj të ftohtë, me sytë e saj që flisnin urrejtjen, na bëri të ndjehemi si të huaja në shtëpinë tonë. Edhe babai që dikur na përqafonte që ndjenim si mbrojtjen tonë, ndryshoi krejtësisht. Dashuria që kishte për njerëkën e ktheu në një tjetër njeri. Filloi të na fajsonte për çdo gjë. Nuk ishim më ne vajzat e tij, por si bar në jetën e tij të re. Çdo përpjekje për të qenë afër tij përfundonte me fjalë të ftohta, me heshtje të akullt. Mbaj mend në dhomën tonë të vogël, shpesh uleshim në dysheme dhe flisnim me Zotin. Pyesnim: pse ne, o Zot? Pse pa nën? Pse pa dashuri? Pse shtëpia jonë është kaq e ftohtë? Por përgjigjet nuk vinin kurrë. Vetëm yjet
na ndriçonin me heshtjen e tyre të largët. Pas disa vitesh, lindi vllau jon. Kur lindi vllau ynë, djali babait me njerkën, gjithçka ndryshoi dhe më shumë. Një gëzim që ne ndam si motra, sepse një jetë e re është gjithmonë një bekim. Por për njerkën ishte diçka më shumë. Ai ishte pasuria, ishte leku. Ajo bëri gjithçka që gjithçka të ndërtohej me mund e të përfundonte në duart e saj, e jo në të ardhmen tonë. Ne të vogla afroheshim tek babai, por ai na shihte si armike, si dy gabime që e pengonin të jetonte jetën që ai kishte ndërtuar. Por kjo gjë e vriste shumë hallën. Halla shikonte çdo gjë, çdo ditë. Dhe halla ime luajti një rol të qetë. Vetëm ajo nuk na pa asnjëherë si barë në jetë. Halla. Kur pa që gjithçka po bëhej shumë e rëndë, i tha babait ton: "Ti nuk i do," i tha, "këto vajza më. Lëri tek unë. Unë s'kam fëmijë, por kam zemër. Dhe ato kanë nevojë për dashuri, dhe jo për para." E që nga mosha 15 vjeçare, ne u ritëm tek halla jon, në një shtëpi të thjeshtë, por me shumë dashuri. Ajo na dërgonte në shkollë, na blinte roba, na mësonte të jemi të forta, të ndershme, të dashura. E kur ne qanim, ajo ishte aty. Kur së mureshim, ajo qëndronte natë e ditë mbi jastëkun ton. Kur gëzonim, ajo qeshte me gjithë shpirt. Na mësoi se dashuria nuk ka nevojë për lidhje gjaku, sepse ajo na do më shumë se çdo nën në këtë botë. Babai vinte ndonjëherë 2 herë në muaj, le të themi. Na shihte si i detyruar. Kur vinte ne mezi prisnim t'i thonim: "Na ke munguar," por ai thoshte: "Mos bëni sikur s'keni vend ku t'jetoni." Ndërsa njerka, ajo kur nuk u kujtua për ne. As për ditëlindje, as për një urim, as për një kujtim. Por halla ishte mbi gjithçka, mbi çdo gjë. Sot jetoj në Gjermani. E kam ndërtuar jetën time me shumë mund, me shumë plagë në shpirt, por edhe me shumë forcë që halla na e nguliti në zemër. Këtë verë do të martohem, dhe më shumë se për fustanin, dasmën apo muzikën, zemra ime e rreh për të thënë diçka që nuk e kam thënë kur me zë të lartë. Halla ime, falemderit. Falemderit që nuk më le të bëhem e hidhur. Falemderit që më mësove të duam kur askush nuk më donte. Falemderit që më dhe për qafime që nuk i mora kur nga nëna ime. Nëse nëna jon la një dritë të ndezur në këtë botë për ne, ajo dritë je ti, oj hall, po që të më kuptosh, unë do të them oj nan, se ashtu të kam thirr gjithë jetën. Në fakt, ky ishte rrëfimi i kësaj vajze të nderuar, e cila më emocionoi, dhe unë dua t'i them 2 fjalë për fund. Lum ato që bëjnë mirë në jetim, dhe mirë ato që nxjerrin lotin e syrit nga jetimi, sepse Zoti është shumë i rept kur bëhet fjalë për një jetim.